Shkulla e Tiranit, një prej monumenteve më të veçanta të trashëgimisë kulturore në juglindje të Shqipërisë, ka dalë tashmë nga lista e objekteve me rrezik të lartë shembjeje. Pas shqetësimeve të ngritura muaj më parë për gjendjen e amortizuar të saj, kanë nisur punimet për konsolidimin dhe restaurimin e këtij monumenti kulture. Prej vite shkulla paraqiste probleme serioze, veçanërisht në Çati dhe pjesën e Qemerit, duke rrezikuar dëmtimin e mëtejshëm të saj. Koncepti grafiku i punimeve është rreth 4 muaj dhe kjo është vetëm faza e parë, është faza emergjente, pra faza që do të nxjerr nga lista e rrezikut monumentin, por gjithashtu kemi dhe një lajm tjetër shumë të mirë që po përgatitet për të hyrë dhe pjesa për të restauruar, për të filluar punimet dhe për fazën e dytë, atë të restaurimit. Pas përfundimit të investimit, objekti do të hapet për vizitorët dhe turistët duke u kthyer në një tjetër destinacion të rëndësishëm të turizmit kulturor në qarkun e Korçës. E ndërtuar në shekullin e 19, ajo është vetmi akull fushore e ruajtur në juglindje të vendit dhe konsiderohet një monument me vlera të veçanta historike, arkitekturore dhe kulturore.